Rita, jemi në premierën e filmit Luli dhe Goni Leme. Si kanë qenë xhirimet e këtij filmi për ty? Se ti je një aktore me shumë eksperiencë. Një emocion I papar. Vetëm Aurela më ka drithëruar që në momentin që do isha pjesë e filmit, duke menduar suksesin, se kemi parë, tani do ta shikojmë. Nuk është e kam ndonjë rol wow. Jam krenare që jam pjesë e këtij filmi. Dua të falenderoj shumë Klaudian, e mrekullueshme që më bëri pjesë. Bjordi të dua shumë, gjithë stafin. Mbaroja xhirimet, ishte shumë ftohtë dhe më rinte një njeri dispozicion me patën dhe të priste e Rita. Rita. Zonje vërtet. Po më plaka. Më e reja, nuk e dim të plaka, më e reja. Tjetër do që më. Halafos. Të lafos në të, si ke pas një konflikt me stafi, si ka qenë marrëdhënia? Në brabazgen, O, po ti isha për një konflikt. Plasa. Dasni? Jo e përkëdhenur. Jo e lastuar, hëngri Rita, piu Rita, ka ftohtë Rita, mbani palton Rita. Qyqa, nuk luaj më filma. Sepse si këtu do ndihem që kundi.